Bashkia e Vaudejës ka nisur punën për zgjerimin dhe rehabilitimin e aksit rrugor Vilës-Shlllaksi dhe segmentit Cukal-Temal, me një gjatësi totale prej rreth 25 kilometrash. Ndërhyrja synon të përmirësojë ndjeshëm infrastrukturën rrugore në këtë zonë, duke krijuar kushte më të mira për lëvizjen e banorëve dhe duke lehtësuar komunikimin mes fshatrave. Për komunitetet që jetojnë në këtë zonë, rehabilitimi i rrugëve pritet të ndikojë drejt për drejt në aksesin ndaj shërbimeve dhe në lidhjen më të shpejtë me qendrat urbane. Kjo rrugë ka 30 vjetë që nuk është zhvillojnë dhe. A folë se folë, hajtë sot jo nesër asire. So që u ba, që zoti dhe arritita që u ba rruga. Je faleminderes edhe na shumë një njës, kryetarët bashkisë, zotit Bisan Shkeli, që na ke vetë të mundësi, edhe na lehtësoi maksimum lëvizjen të rrugë. Përtej përmirësimit të kushteve të lëvizjes, projekti shihet edhe si një mundësi për zhvillimin ekonomik të zonës. Përmirësimi i aksesit rrugor krijon më shumë mundësi për vizitorët dhe turistët që duan të eksplorojnë natyrën dhe zonat rurale të Vaudejësit. Prej disa ditësh kena fillu punimet në rrugën e Shlllakut, si ashtu dhe në rrugën e Cukalit. Fal Bashkisë Vaudejës u bë një punë shumë e mirë për t'ja vlerësojmë sa më shumë udhëtimin këtyre banorëve që jetojnë këtu. Kjo rrugë e lidh disa fshatna të njësisë administrative Temal, po ashtu edhe në fushën e Cukalit. Bashkia e Vaudejës synon që përmes këtyre ndërhyrjeve të forcojë lidhjen mes komuniteteve, të përmirësojë infrastrukturën lokale dhe të krijojë një terren më të favorshëm për zhvillimin e turizmit dhe ekonomisë së zonës.